شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu shpërblet vllahun Hakijen e juve të gjithëve, kush ka kontribuar, kush ka punuar, kush ka ardhur në iftar që jeni përgjigj. Allah subhanahu wa taala ju shpërblet të gjithëve. Jemi në pjesën e fundit gati të Ramazanit, e cila është edhe pjesa më e rëndësishme e Ramazanit. Janë të pajtimit dietar të sunetit se netët më të bukura, netët më të dobishme, netët më të vlefshme të vitit janë 10 netët e fundit Ramazanit. Sikur që janë të pajtimit se 10 ditët më të mira janë 10 ditët e Dhulhijhes, ato 10 ditë që janë para haxhit. Me që janë 10 netët më të mira të vitit, nuk ka dyshim se i pari që i shfrytëzon të këto ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në transmetimin e saktë qëndron kur vinte 10 e fundit e Ramazanit, hynte në xhami, izolohej në xhami, bënte itikaf. Pastaj transmetim qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte rrypin. Komentatorët e hadithit i kanë dhënë 2 kuptime. Kuptimi i parë, e shtrëngonte rrypin për më konë më i aftë me boj ibadet, edhe me hongër më pak ushqim, për shkak se ushqimi pengon ibadet, kjo është e padiskutueshme. Dhe komenti i dytë, në 10 netët e fundit nuk shkonte me flen me gratë e tij, se është koha për ibadet, nuk është koha më për familje. Koha për familje është tjetra, edhe masi të kalojnë këto apet, edhe viti komplet, ama çdo dita këto net pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shfrytëzonte për ibadet. Transmetimi i tretë qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit të Ramazanit nuk shtrihej me flet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 netët e fundit flinte ul, ose flinte mbështetur, as nuk dreshte shtrat, as nuk vendoste mbuloj. Se në 10 net. Dhe njëherë janë 9, nëse muaj ka 29 ditë, janë 9. Të 9 dita janë më të vlefshme se sa 1000 muaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i merrte të gjitha mosat, asnjë gjë mos me ikën për këtyre ditëve dhe netëve. Gjithë me i kaluë të bëj ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Çështja tjetër, funi i veprave tregon për vlefshmërinë e tyre ose jo. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: innamal a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen sipas përfundimit që i kanë, jo çish i keni nis, jo çish i kena fillu, po çish i kena përfundu. Nëse në fillim të Ramazanit kena pas fuqi, vullnet, aktivitet, në fundin e tij duhet me pas edhe më shumë. Në fundin e Ramazanit duhet më konë më i saktë në namazet e taravive, më i saktë në namazet vullnetare, më i saktë në lexim të Kuranit, në të gjitha ibadetet që i kemi pas deri qtash. Në 10 e fundit do të më konë një shtim, një përmirësim, për shkak se janë 2 elemente. Elementi i parë është përfundim me sipër.
Në përfundim e sipër i jep edhe një herë një hyjim, mundesh me marr, çka mundesh me marr, edhe shkojnë. Se sikur që kanë shkuar këto 18-19 ditë, shkojnë ato që kanë met, se ato janë shumë më pak se sa ato që kanë shkuar. Ka shkuar 2 fish, i ka met veç 1 fish. Çështja tjetër e kemi përmend se Ramazani i përngjan jetës. Për Ramazanin, Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara, të cilat shkojnë, ditë caktuar, ditë numëruara. Përfara kanë thënë me dhade të preme. Janë 30 ditë, ato shkojnë, kanjo, edhe vjen dita e fundit. Edhe jeta është kështu. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wadrib lahum mathalul hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama." Ka thënë njerëzve se shembulli i jetës së kësaj dynjaje është sikur shembulli i ujit, i shiut që vjen shpejt edhe ec. Pasha Allahun është i humbur ai i cili në jetën e kësaj bote mirët me gjona të këqija. Mirët me harame, mirët me pengesë her pas here të fesë Allahu subhanahu wa taala të muslimanëve. Kjo janë ditë të numëruara edhe të jetës tonë. Ditë caktuara, cilat si t'i harxojmë, kemi me dalë para Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur dalmi para Allahu subhanahu wa taala, yawma tubla as-sarair, ka thonë Allahu në Kur'an, a ditë Allahu ka mjaftit në shesh të msheftat. Ka më në qitë Allahu subhanahu wa taala në shesh të msheftat që i kena pas. Edhe që i kena punu, edhe që kena pas në plan diçka jetë hajrit, edhe kemi paraqit diçka sikur më kone hajrit. Kanë shkue 2/3 e Ramazanit, ka met edhe 1/3. Nëse 2/3 nuk i ke shfrytzu që shduhet, a une e dije që nuk i kena shfrytzu as njoni për neve. Për shkak se punisna për vetës, edhe me njerëzit që kemi net, nuk i kemi shfrytzuar që të 19 ditë ashtu qysh i kemi pas në plan para Ramazanit. Një punë aty, një aty, një diçka, 19 ditë shkuën. Nështë kemi pas plan me lezu Kur'an. Sa kena lezu? Ata që din me lezu Kur'an pak ma mirë, pak ma rrjedhshëm, se dhe leximi bëhet sipas përvojës që e kanë të kaluar. Kush e ka pas njet me i bë 3 hatme në Ramazan, asnjë nuk e ka bë deri tash, se ka krye. A 3 ke pas mend? Ose dikush ka pas më shumë? Kush ka pas mend me bë ibadete në Ramazan deri te që kjo ditë, a mundesh me bë një llogari, secili prej neve me bë një llogari, çka na ka humb, çka s'kemi mujt me zonë në 20 ditët e para të Ramazanit. Për shkak se i kemi edhe 10 na kanë met, me cilat mujna me plotësu që ato që kemi humb për para. Të shviqen ato e ditë. Diçka bën në plan, nuk mund të më realizu që shduhet. Na ka met edhe një pjesë, a këshyr me çka kena humbën, edhe që kjo pjesë që na ka met, mos më na humbën kur gjë. Çka bën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto 10 net? Edhe pse është interesant se shejtani vazhdimisht të bën angazhime për me humb ibadetet që i bëjmë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë e ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas më shëruar kur ka fol për sadakon. Ka thonë kur dikush për juve don me dhon sadaka, edhe në mene e cakton një shumë, edhe cakton njerit ku na ka me dhon, thot çu jepja më nere, mos e prit asnjë sahat, se mas një sahat e më nere vjen shejtani thot jo me kaq shumë s'ka nevojë, bën mi quhet do që ka, tu ti zbrit derisa në fund thot Sheikhul Islami e lën, jo më pse s'po punon, edhe e lën krejt sjep. Edhe ai që ka bën njet me punue diçka për 10 netet e fundit të Ramazanit, mos t'i lën hapsin kërkuna heq. Me lena Allah subhanahu wa taala, këto 10 net kemi me kaluar në ibadet. Në ibadet për shkak se këto 10 netet e fundit është nota e Kadrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një
largohej prej gjumit, nën 2, largohej prej familjes vet, prej grave të veta, nën 3, largohej prej gjithë shka që ka pas me bo, pejgamberi Allahut, gjithë shka që ka pas me drejtue shtetin islam Medine, kret i kalon, kret, shka ka shku ka hinë xhamin mrena. Kush ka punë ma transishme se sa pejgamberi sa sampineve? E thonë dhe kush valla unë snoj, se di që shka puna, se kam njerësi, mos ki punë dishka ma transishme se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka pas. A i thë të nëmë konë të punu e këtë jetëri kjo janë 100 arsye. 355 dit, mos me mujt, me i sigurue 10 dit, nuk është kujdes për ferë. 10 dit, me pas me i marë, për me shkundeti i merë, i gjonë dikun, se që shi gjonë, aje din. Ama 10 dit me i marë, me hien i të kafë, me hien netët e fundit, me shvezu i badet, është pak problem me gjithë. Pse është, se tana e kanë përmenë moti për para një shpreje, dohonit i del në foka, adhe në që shtë të thujnë. Po do i del të se mos blej zejtin me që të shpia, se të ja e hek zejtinin, ja e hek shiqirin, ja dishka si afshon fmive, e blen dohonit tani i dul në foka, po në foka i dul, ama ku ki bo zbritje, që ato e problemi. Edhe për udhëtimet e tjera, për punë tjera, më ju dasht kuna do prej neve, 10 dit, mrena vitit, qësh dush i gjonë. Qësh dush i gjonë, heq pa problem bile. Kur të vinë 10 net e fundit të të kafit, por që di së në gjonë, pëse së në gjonë ato? Ato së në gjonë se nuk ja ka dhonë, nuk ja ka kushtue kujdesin e duhur. Dhe për këtë lloj, Allah subhanahu wa taala ka të reguar në Kur'an, për ata të cilët një herë për herave kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thirr për më shkuar me te, ata kanë thonë ja Allah, jena pa përgatit. Si kanë shku me pejgamberin sa, ka thonë jena për përgatit. Allah subhanahu wa taala thonë në Kur'an wa law arada al-khuruj la addu lahu udda. Ata kur s'kan pas njet me shku me pejgamberin sa. Se me pas njet ishin përgatit përpara. Pse ata qertë patën përgatitje veç çeta jo? Këtë sahabët i patën përgatitjet, këta një 30 veta, jo na inë në bjutën e avre, shpijat i kena vet, a i njoni në s'kam me shka me otu, tjetër unë s'kam, e këta qertë ku i morën? Edhe të regonë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe kur të kthejesh me full me ta, janisën me të orsu të e, janisën me thonë ashtu, kullen të minu, thuj na nuk i besojmë, hiq, ato shka folni. Kërkuna nuk i besojmë që nuk ka mundësi me shfryzu edhe të në të fundit Ramazanit. Hiq kërkuna. Që dojnë e tu? Ne o kona ashtu, o hitë si na të të besu, vallaj si na të të besu. Se nuk është e mundur, një musliman mos me pas mundësi me shfryzua 10 dit në këtë viti. Nuk është e mundur. Hiç nuk ekziston. Ka mundësi. Veç du të me marrë dhe përgatitje për para, edhe du të me koordinua disa punë edhe me adhon në rëndësien e duhur. Rëndësien e duhur, ma shumë se sa që ja jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush ja jep? Koha e pejgamberit sa është më vlefshme se koha e krejt botës mi bo bashk. Shëndeti, trupi, për me hongër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më vlefshme se sa kuna do tjetër mi dhonë me hongër. Ku është e mirë me dhonë me hongër diçka të dërguar te Allahu, ama ai në Ramazan në 10 netët e fundit me veçanti e shtrengon të rrypin që mos më shku ushqim shumë, se kur është barku i shtrengum, nuk mundesh me quë ushqim aq sa don, ose aq sa mundesh me quë më tepër se që duhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohej në Ramazan prej Aishës, vajzës e Abubekrit, gruas të cilën Allah subhanahu wa taala ka përmend Kur'an për pastërti. Edhe për sa thënë, jo as me ty, kush ka diçka më të rëndësishme se ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kush hiç. Edhe përgjegjësinë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ka përgjegjësia më e madhe në botë, se kërkush se ka përgjegjësinë e rënd, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ia kallëzu njerëzve fetë. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, ja ayuha rasulu belligh. O pejgamberi Allah subhanahu wa taala, komunikoje ma unzila ilayka min rabbik. Çu falë njerëzve kallëzoj. Çka të ka thonë Allah, çka të ka zbritur Allah. Në këto ditë të fundit nuk dilte pejgamberi sa me thirr njerëzit, po hinte në xhami. Që do të thonë hymja në xhami ishte më e vlefshme se sa me dal me bota vet. Hymja në xhami ishte më e vlefshme se me bë punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash punët e tona asnjë nuk janë as që krahasohen me punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë natë ose në këtë net
është nota e Kadrit. Nota e Kadrit është shumë e vlefshme. Allah subhanahu wa taala ka thonë khairu min alfi shahr. Është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Ne veç do të me pa njerëzit kush kënë e dënë. Atëherë e kupton se çka është feja, çka është besimi i tina. Prej elementeve që ka përmenë Allah subhanahu wa taala natën e Kadrit thotë tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Zbresin me lajket në këtë natë në tokë edhe zbret meleku Gjibril. A dini ju kush është meleku Gjibril? Në kretë e dina. Meleku kryesor, ma i madhi i melekve, ma i nderumi i melekve, ma besniku i melekve. Allah subhanahu wa taala ka thonë Gjibrilit Kur'anin, shko thuja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qështu? Ç't pozitë ka Gjibrili. Edhe Gjibrili ka me ardhë në vizit natën e Kadrit. A dini këta qafirat kështë vinë vizit në një i nalt i botës. A di çka bojmë? 2 muaj ditë, 3 muaj ditë përpara e bojmë përgatitjet. A i ndreqin rrugët, a i ndreqin qesin fëmijët, gratë, vete, shka bojmë se ka me ardhë një mushrik. Në gjës, një fliqan. Kur gjës ka pitina heq. O, neve ka me në ardhë meleku Gjibril o lazni. Edhe kjo është veç një element që e ka nota e Kadrit. Veç një prej elementeve. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. Kanë me zbrit melek me shumës. Edhe ka marrë Gjibrili që i vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në herë ka ardhur transmetimi sakt. E ka thonë Gjibrilit, o Gjibril, pse s'po na vjen ma shpesh? Se pejgamberi sa kur u takonte me Gjibrilin, Gjibrili i binte fjalë prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sa kënaqej kur rinte me Gjibrilin. Melek, më i madh i melekëve, më dështori. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin në shpellën Hira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zonë horizontin krejt, s'kum pa unë kur gjë, vetë Gjibrili e ka zonë horizontin krejt me 600 palë krah. Edhe një herë i thot Gjibrilit, o Gjibril, pse nuk po vjen me na vizitu ma shpesh? Edhe Gjibrili alayhi sallam ja kthen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguami i Allahut, ti e din që unë s'muj më ardh në tokë kur du une. Unë në tokë vi vetëm kur jep leje Allahu subhanahu wa taala më ardh. Kurse leje Allahu subhanahu wa taala i jep tash masi që ndërprej shpallja, masi që s'ka më pejgamber, Allahu subhanahu wa taala që na ka tregue është që i jep leje Gjibrilit me ardhën një herë në vit. Një herë në vit me ardhë Gjibrili edhe ti shka fështrinjo gjumë. Ajë se vjen Gjibrili që po dhe vjen ajtë ata muslimant vjen. E për që ata vjen, se të që ata që rrinë shtrit e zvjen. Se edhe na kur vinë ata mushik na shtrimi, se s'ka gale kush për ta. Se s'jan ata s'jan që na i dojna. Po nëse s'jan ata që i dojna, a është që e donë melekun Gjibril pra? Aje që e donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Aje që e respekton atë që Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndërprej me zbrit ma, se ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithet e sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në natën e Kadrit me lajket i përshëndesin besimtarët. Ju thonë selamu aleikum. Qysh me thonë selamu aleikum të lujt në telefona? Ja këto të me di që për në me nuk thot që ati. Edhe nëse jena për punë që s'jan të hajrit, aty që të vjen me la që ty me donë selam, këto harroj e krejt. A i mundet me thonë anë shka është i rëndësishëm selami me lakve, po dhe unë për që ata ne bëdu me thonë që për ata që i dojnë më shrikët, janë të rëndësishëm selamet e më shrikëve, për neve që i dojnë besimtarët, janë të rëndësishëm selamet e me lakve. Dhe ibadetet vlerësohen si pas përfundimit. Atëherë nëse përfundimin e kemi më të mirë se sa fillimin, dhe ta duhet me ditë gjithë secili prej neve
Nëse përfundimi i Ramazanit është më i mirë se sa fillimi, kjo është shenjë që Allah subhanahu wa taala ne ka bë kabull këtë Ramazan. A kemi shku tu përmirësu deri në fund të Ramazanit, a kemi shku tu ratë poshtë? Besimtar shkojnë tu përmirësu, tu i përpjet. Nëse fundi i Ramazanit për neve është më i mirë se sa fillimi në ibadete, atëherë përgëzime për gjithë secilin që e ka gjendjen kështu, se Allahu subhanahu wa taala këtij ka bë kabull Ramazanin. Edhe agjërimin, edhe namazin, edhe ato. Për të nderuar besimtar, për mos më zgjat shumë, lutna Allahu subhanahu wa taala më na forcojë këtë ditë edhe net që kanë met, më na dhon shëndetin edhe mundësinë që me i bë ibadet Allahu subhanahu wa taala shumë. Shumicën e kohës që ka met me çu ibadet. Nëse të jetë ditë, nëse të jetë natë, nëse o ditë të lexu Kur'an, nëse është natë të fal namaz. Unë e di se as të ditën s'muna me ne të lexu, as të natën s'muna me ne të fal. Ama pjesë të madhe të kohës me quhen me Kur'an dur. Një pjesë të madhe të natës me quhen në kam të net për hir të Allah subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.